Jo, si shtatë, të më thonë, puni për smundjes. Po për smundjes të pjeqe, po vuj, që të veshim ka dalë, po më bërë kontrola shtrejt, nuk po kom pare më shku. 4 vetë që të na plejt, nda gjarë petin himrena, a e pare që të? Unë e pja dalë me shqetësor, pundore, edhe me vull. Një familje me një gjendje të rëndë, emocionale, ekonomike, sociale. Përshëndetje, jemi pranë emisionin javor të harruarit dhe na ka njoftuar për një familje në Istok. Dhe sot pra jemi nisur drejt Istokut pas një njoftimi që marrëm për një familje që jeton në kushte të rënda, kushte që prej nesh as nuk mund të imagjinohen. Shpesh këto familje jetojnë në heshtje, njerëzit i kalojnë pranë, dita shkon, viti shkon dhe ato mbesin pa zë. Ne po shkojmë atje, sot po shkojmë, po dëgjojmë, jo për t'i filmuar ato familje. Si histori i mjerimi, po për t'i bërë të duken para tjere se si jetojnë. Nuk e di çfarë do të gjejmë atje, sepse na kanë njoftuar se është një gjendje jo të mirë, por e di që çdo gjë që po trokasim në këtë emision, fsheh mbas vetes dhimbje, durim dhe shpresë. Pra, na le të shkojmë së bashku dhe të shohim ajo familje se në çfarë gjendje është, dhe të shohim durimin e tyre, shpresën e tyre dhe të pritërat e tyre nga njerëz. Dhe njëherë faleminderit për juve që na përcjellni dhe na dëgjoni dhe na shikoni në këtë emision. Mirë po, këtë emision nuk është që ne po e bëjmë vetëm se ta mbushim emisionin, mirë po jemi me shpresë që ne të jemi pasqyrë e tyre si ata jetojnë dhe si ata i durojnë skamjen e ju t'jeni ata dore zgjatur e këtyre njerëzve që sot janë të harruara nga shoqëria, shteti, komuna apo shoqata të ndryshme. Faleminderit, Zoti ju nderoft, ju shpërbleft me të mira çdo gjë që bëni për këtë familje u ktheft. Tash arritëm tek familja në fshatin Dobrush, komuna e Istokut. Një familje me një gjendje të rëndë, emocionale, ekonomike, sociale. Një familje që është harruar nga shoqënia, është harruar nga farefisi dhe është harruar thuajse edhe nga organet shtetërore, komunale ndoshta të këtij vendi. Ne nga ky vend i bëjmë thirrje gjithë ata bamirësa, gjithë ata që kanë mundësinë që ta ndihmojnë, lutem që kësaj nane e cila vuan nga një smundje e rëndë, që t'ja mundsoj, si thot ajo, të ketë vetëm një dhomë dhe një banjo ku mund të rrijë. Kjo familje të cilën jemi sot këtu, e ka kushtet jo të mira të jetesës. Siç po shohemi, edhe shtëpia thuajse është karrëzohet. Është një shtëpi që dikush ua ka dhënë për të jetuar, sepse s'kan mundësi ku të jetojnë. Janë harruar dhe janë larguar prej shoqërisë. Dhe sipas nanës të kësaj shtëpie, kësaj familje, një njeri, një bamirës, ja ka falë 5 ari tokë dhe kjo pret për tjerëve që t'ja mbaroj dhe t'ja ndërtoj një shtëpi. Këto skena që po shoheni nuk janë as nga filmat, nuk janë as lajme, as po emisione dokumentare. Janë familje të lanë anash që presin shoqërinë. Ne nuk do t'i harrojmë këto familje. Ne nuk do t'i harrojmë këto familje, por as ju mos i harroni ju bamirësa të cilët na shihni dhe shikoni këtë familje që të ndihmojmë dhe të jemi ata dhe të jeni ju shkaktar që kjo familje të bëjë dua dhe lutje për juve dhe të jetë e kënaqur me jetën, me atë pjesë të jetës ndoshta që i ka mbetur edhe pa kohë. Faleminderit. Ne ju përshëndesim nga emisionit të harruarit që çdo herë do të jemi pranë familjeve të cilat kanë nevojë dhe të cilat na lajmërojnë se janë lënë anash dhe të harruar nga shoqëria. Me analiza, me këto që po më pres,
Jo, si shtatë, dhe më thonë, thuni pej smundjes. Po për smundjes të keqe, po vuj, që të veshim ka dalë, po më bërë kontrola shtrejt, nuk po kom pare më shku, që shto që krejt mi kam dhënë me krejt që. Na do më thonë, pojmë ndim dhe kërkojmë që dikush që dalë ka ndim. mënësi, vilim për barë në për që shto më mnimu, faleminderit, inshallah Zoti i niman. Edhe për tokën që e keni, që ja u kanë dhonë bëmiset, besoj që me na dollë dikush edhe me na ndimu që ju mja marru juve një shtëpi, sepse shtëpia ku na e pom këtu... Një sobe, një banja, s'po lypi ma shumë. Vish një sobe, një banja. A keni banja në këtë shtëpi? Ja, s'kem. Nuk kemi banja, me nëzë, po loheme me nëzë, për gazep të zotit që shtë. Që më ba. E na ka dhëmë me fat edhe një mujë për më dalë. Kena më dalë të të jetë. E ku do një me shku mas nejtë? Në spalë. Ku më shku që të të? Të ekive që djallë? Që djallë edhe një qitë. Që i ka kua? Që ka u shku dhe i shtërën të shiu kam kore. Që më ba. Krejt bubat që shdolin qito. Të merë. Edhe që të shpret. Që 20 vjet e kom që të shpret. Ku ju më kom atje, dhe që të shpret ma ka donë, që e ku mërë me kredit tjera të këtë mi ka murë. 4 vjet që të këna plejt, nda gjarë petin hi mrena. A e pove që të? Që? Plejt këtë komat që banë, atje. Që më banë? Unë e pja dalë me shësor, unë dore, edhe me bu. Edhe me djatë dhe qitash, po qitash i kam dhe për shtepa. Qitash veç ka po... E dim e tani për druë, për... Për dru s'kemi heq. Heq s'kemi. As dru s'kemi për gjo. Shto. E prej komunës e prej dikush a ju kanë ndimu? Komunja në animan, po, komunja në animan me ndima ushqimore. Po. Edhe dikush kush ka ramet, një shoshi që të më niman shumë. Sa të buon mujt i lache për... Pasha zotën, ku që të më duhen se jetën sjonit, i kom kokrat e shtrejta mlesa, edhe i kom aspirinin e shtrejt, edhe i kom dhe kokra mi pi, kështë për zëdet. Ja di emnin. Sot të ta letësoft, unë e pash edhe gjenjen e shpis, e pash që nuk është gjendje të mirë. Që 4 vjetë që të shë, ndash mirë, ndash keq që të shë, jem bë kurbanit mive, edhe që të shë këm nej. Uj, më pi nuk jem. Qash në pozitë si jem. Që më ba? Qëfar kërkon dikush me... Unë e kërkoj vish kush ka mundësi. Kërkoj barnat me siguru, më jure, edhe nëse ka dikush mundësi par drunja në i sen, par haur që për shpet. E për shtëpi tash që mirë të largu? Për të shku. Këto që kam i largu? Për të zdi ka më shku. Në shirën e Allahit. Se s'po kërkon një shtëpi me ta marru, nashta po duket shumë e madhe kjo, që s'mundet më u bë. S'mundet më bë kur. Për ata si jem të përku se dhe i sot, sa njeri ordë, veç jo në ordë kanë bë fata, edhe kë kritari i stogut, kë uk blokaj, nështë ja keni zonin. Orë që të shë ka bë fata, në Gjermani ka thënë, nuk ka më të lëmë dimnit që të me jetu, që? A jam të jetu dimnit? A dimnin që të ashtë averë? Më kanë hup shpresat, për që ata dhe të s'po do me kërkuat. Po në zdi, më po me jetu se më bëtë shpia dro, pleko më mrapel. A pika në zemër, a ku me di qka? Të ndërum, që shpeshomi edhe u e pozicionum bashkë, është kjo as vetë nuk për kërkër shtëpin, sepse qasë shumë i ka dhonë premtime dhe njerëzit ndoshta kanë përfitu me këta, me këtë shtëpi dhe me këtë familje, mirë po që 4 vite askush nuk i ka dalë ndim. Gjitha ta që kanë mundësi, që pju do këtë absurde për u marru një shtëpi kësoj nanës tonë, atëherë dalimi dhe t'i ndimojmë dhe t'ja marrojmë një shtëpi. Toka është gati, vendi është gati, është i faltë, është në emër qikës kësoj nane, vetëm pritet për juve që ju t'jeni ata që i zgjatë në duar dhe e qilë një zebrën e ju, që t'i marrohet një shtëpi kësoj nane dhe të këtë delë në rahmet dhe të gëzohet dhe këta fëmijët e vetë. Faleminderit, Zoti ju nderoft.